Partitë politike prezantuan programet e tyre ekonomike përballë dhomës amerikane të tregtisë. Alternativat e paraqitura ishin ato nga Partia Demokratike, Mundësia, Shqipëria bëhet e djasa për zhvillim dhe koalicioni Euroatlantik. Ndërkohë që Partia Socialiste, edhe pse ishte e ftuar, nuk mori pjesë në prezantimin e programit të saj për zgjedhjet e 11 majit. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike në fjalën e tyre vendosën theksin tek taksa e sheshtë, e cila sipas tyre qëndron në thelb të programit për të rritur bazën e tatimpaguesve dhe për të ulur informalitetin. Oferta e Partisë Demokratike, e cila ka në bazë taksën e sheshtë, është një parim i cili vendos në gur një rregull, një marrëveshje me biznesin që në vitin e parë dhe në ditën e parë të qeverisjes së Partisë Demokratike. Taksa e sheshtë, e cila fillon me tatimin mbi fitimin, vazhdon me tatimin e të ardhurat personale, por njëkohësisht edhe element të cilët lidhen me transaksionet, ristrukturim dhe rishikimit të VSH-s dhe njëkohësisht qëndrueshmëri fiskale, e cila vjen si rezultat i heqjes edhe i të gjithë përjashtimeve nga taksat. Në konferencën ekonomike, dhoma amerikane ngriti shqetësimin për mungesën e fuqisë punëtore si një nga problemet më të mëdha të 3 viteve të fundit. Mungesa e fuqisë kualifikuar punëtore është ravizuar aty si një nga problemet kryesore. Atëherë ne patjetër që kemi vendosur rekomandime shumë të rëndësishme në këtë pikë për të përmirësuar këtë klimë, për të pasur strategjitë përkatëse që ne të zhvillojmë kapitalin human. Shqetësimit të dhomës amerikane, Partia Demokratike u përgjigj me programin konkret për këtë problematik. 50 ditë e para pa taksa zero. Asi detyrim. Hajdeni kthehuni në Shqipëri, investoni. Do të keni kredi, linjë kredi të butë nga Banka Zhvillimore Shqiptare. Atë linjë kredi që mund ta përfitoni dhe ju që jeni sot. Si presidenti i dhomës amerikane, Grant Van Cleef tha se Shqipëria nuk duhet të distancohet nga SBA, pasi politika e Trump është negociata shtet-shtet. Teksa administrata Trump kërkon të zhvillojë marrëdhënie vend pas vendi, ka mundësi që Shqipëria të përfitojë shumë, po moritet gjithnjë më shumë besimi në rëndësinë që ka Amerika për zhvillimin e Shqipërisë. Po moritet gjithashtu edhe besimi kur ju them që duhet të forconi marrëdhënien tuaj me Amerikën. Sa i përket integrimit të Bashkimit Evropian, dhoma amerikane u shpreh optimiste dhe thotë se besoj se kjo do të ndodhë dhe Shqipëria do të ecë përpara.